Selamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar miq, të nderuar vëllezër, të nderuara motra. Takohemi dhe sot në emisionin ton Rruga drejt Allahut. Jemi në vazhdimin e ciklit atij moralit praktik. Mbasi folëm për një cikël të gjatë për moralin teorik. Herën e fundit, emisionin e fundit të radhës që patëm shtunën që kaloi, folëm për temën më të rëndësishme në moralin praktik për turpin. Po sot kemi zgjedhur bujarin. Çfarë është bujaria? Ajo është bujaria e tepërt, naivitet, ata marrin për dobësi, si është koncepti drejt i bujarisë në Islam. Edhe sot, me këto pyetje, ju urojmë mirëseardhjen, hoxhës ton, hoxh mirëseardhje në emision. Mirësegjej, Allahu të nderoft. Amin, dhe ti zot Allahu ju shpërbleft dhe nderoft për çdo paqartësi që mundohemi të qartësojmë në emisionin ton. I vetmi qëllim kemi thënë është të qartësojmë konceptet hoxh, mbasi vuajmë çdo ditë më shumë nga prishjen e tyre balancave të koncepteve. Fatkeqësisht edhe nga programet mësimore që ne marrim për shkollat tona. Shpresojmë të sjellim sadopak mos temat e moralit. Inshallah. Jemi amin o Zot. Hoxh jemi me bujarin sot. Koncepti i bujarisë. Si për çdo herë, pa bërë ato hyrjet e dura, themi, fillojmë ke koncepti i bujarisë, më thënë konkretisht. Edhe pse bujaria me njëherë mbas turpit? A është më pak e rëndësishme, apo ç'është e kohë që s'mund të trajtojmë të dyja njëkohësisht? Fillimisht na takon që në çdo fillim të Allahun ta falenderojmë. Se çdo begati dhe mirësi kemi prej Tij. I tërë këtë mësim që kemi, sado që është modest, i thjeshtë dhe i vogël, por megjithatë për neve domethënës është nga Zoti i gjithësisë. Ai është që na furnizon, ai është që na mëson, andaj jemi atij mirënjohës. Sepse nuk mund ta falenderojmë asnjëherë sikur që ai e meriton, por lutem Allahun xhallahu ala që për pjesën e mbetur të mungesave tona dhe mangësive tona Allahu na mëshiron. Amin Zot, amin. Se përket bujarisë, mendoj se është reflektimi i natyrshëm i turpit. Nga se bujaria fatkeqësisht domethënë sot në jetën tonë të përditshme ose ka humbur, ose është zbehur shumë, ose ka marrë një troj tjetër nga ajo që realisht duhet të jetë. Fatkeqësisht sot na subhanallahu, njëri kur mediton realitetin që ne jetojmë, gjen gjëra të paradoksale. Si mund të bashkohet kjo me këtë? Kur s'ka qenë bashkuar? Si mund të jetë kjo kur s'ka qenë kështu kur? Sot njerëz don shumë bashkojnë me gjëra që kur s'kan qenë të bashkuara. Dhe ndajnë dhon shumë me gjëra që gjithmonë kanë qenë të bashkuara. Gjithmonë kanë qenë bashkë ato, nuk kanë qenë ndryshe. Dhe këtë fat e ka pas edhe virtyti dhe vlera e bujarisë. Për çfarë arsye? Nga sot bujaria tek njerëzit sot është ndërlidh me dy gjëra që e shëmtojnë bujarinë e nuk i bën derë asaj. Cila është ajo? E para, bujari konsiderohet kthim i mirësisë. Ai që ka bëu mirë, atij bëj mirë. Është bujar vetëm në kufive. Të saktuar. Do të nuk paramendohet të bën mirë atij si ka bën mirë. Se kemi kthim borxhi themi. Ke kthim borxhi kë. Me po parana kur bujaria bën deri në këtë nivel. Do thotë bujari themi kthim borxhi. Apo dhe kaq, unë i dash, ndihmova, po ai normal e quam bujari ndihmën e prindve. Këso bujari. Bujari që ka tjetër, dikun tjetër. Bujaria nuk është mësuesi që na ka mësuar të mirat e shkronjat na ka mësuar diturinë, ai nuk ka bujari. Ai është kthim aty patjetër. Do të thënë nuk mund të ndryshe. Nuk mund të ndryshe. Andaj fillimisht ngulfatjes, nuk po them kufizimin, ngulfatja e bujarisë në këtë koncept kaq të ngushtë e ka shëmtuar bujarinë. Dhe ka bërë që shumë njerëz të jenë jashtë mundësisë që të përfitojnë nga bujaria në thojza e atyre që janë bujar. Dhe e dyta, nëse njeriu e tejkalon këtë prag të kësaj ngulfatje të bujarisë, atëherë këtë dalje e bën për interes saktuar, jo për shkak të bujarisë që vjen prej tij. Ja, po për shkak të interesit saktuar që është person. Edhe kjo është shëmtim i rrodhës i bujarisë. Andaj ne kërkojmë që ta lirojmë bujarinë, ta bëjmë të lirshëm, ta lirojmë nga edhe ngulfatja
e saj me kornizat e ngushta të kthim borxhit, por edhe mos të lejojmë që bujaria të ndërlidhet me interes personal, nga se kur s'ka qenë kështu. Nuk mund të jetë bujari, në qoftë se para se më ndihmu diku të kalkuloj, ka llogari. Këtu ku për biznes, bujaria nuk është biznes, bujaria nuk është tregti, bujaria është mirësi. Fatkeqësisht nga lakmia e madhe për të përfituesat, apo fatkeqësisht çdo gjë është përfshirë biznes. Dhe çdo gjë kalkulohet me normat e biznesit. Ka llogari bëjmë, s'ka llogari nuk bëjmë. Subhanallahu. Kjo është ajo që fatkeqësisht po them se i ka bërë njerëzit më tepër që të jenë mekanik, sesa të jenë njerëz që kanë edhe emocione, dhe kanë dashuri dhe kanë mëshirë. Janë shuar fatkeqësisht, do të thënë në pjesën e njerëzve lutë Allahun të jenë mes nesh muslimanëve dhe të jemi shembull për shoqërinë. Kjo pjesë. Çfarë pozitive ka bujaria në Islam? Më lejo vetëm edhe pak, do të vazhdoj aty ku mbeta, do të vijë te kjo pikë. Këto janë dy probleme që e ngulfatin bujarinë. E para. Dhe e dyta, që se jemi duke vendosur konceptet, ke kuptimi po. Konceptet. Atë duhet që fillimisht ta lirojmë. Po. Si ngulfatja. E vërtet. Gjithashtu njerëzit e kanë kuptuar se bujaria ka të bëjë vetëm me aspektin material. Je bujar kur t'japsh parë. Kaq. Je bujar kur materialisht dikujt i ndihmon. Jap kpuc, jap tesha, jap çka do të thotë materiale, diçka që preket. Pse njerëzit diturin nuk e konsiderojnë bujari. Dhe që dikush sot mëson diç, mirë zotë është problem, po nuk është sikur sa që t'jap 100 euro. Unë të pyet të bëja direkt hoxh, nëse do të ishte televizionist, thoshte po mirë hoxh. Pos më dha diçka, më thotë ç'a bujari është ai domethënë. Unë them që bujaria në Islam është shumë më e gjerë se të ngushtohet në rrugë materiale. Prandaj vetëm si e tillë, ajo e ka vlerën e saj. Çmimi i kësaj bujarie ngritet atëherë kur është e lirë nga këtë ngulfatje. Vlera e kësaj bujarie, shkëlqimi i saj është atëherë prezant kur largohet nga këto imazhe që e njollosin, largohet nga këto pamje të frikshme të bujarisë që nuk kultivojnë mëshirë dhe dashuri mes njerëzve, por i kthejnë njerëzit në numra. Kur ata llogaritin dhe kalkulojnë njëri me tjetrin. Apo nëse i dho këtij bie 2 + 2 bën 4, ka hesap. Apo kjo është fatkeqësi. Apo që komunikimi i njerëzit të jetë material, i materializuar deri në këtë shkallë, deri në këtë mas, saqë e tërë jeta, veprimtaria dhe komunikimi ndërsjellë të jetë vetëm këtë shtegu material. Islami i thën këto mure. Islami nuk e pranon këtë bujari të ngjyrosur me materializëm. Nuk e pranon këtë bujari të nivelit të kthim borxhit. Nuk e pranon këtë bujari të ngjyrosur individual, nuk e pranon këtë. Absolutisht asnjëherë. Koncepti i bujarisë në Islam është për te kësaj. Është që çdo kujt që ke mundësi të bësh mirë, bëri mirë. A nuk është bujari për gdhelja e kokës jetimit? A nuk është bujari të këshillosh një vëlla musliman, të këshillosh njëri që ka dertë dhe brenga? A nuk është bujari të ndash nga koha jote për të vizituar të smurin që nuk e viziton askush? A nuk është kjo bujari? Dhe spagohet. Mandje shpesh është shumë më e çmuar, shumë më e shtrenjtë sa ajo që njerëzit e konsiderojnë bujari. A nuk është bujari sot që dikujt sinqerisht t'ia mësosh të vërtetën? A nuk është bujari sot që ta shpëtosh njëri nga devimi dhe lehtia? A nuk është kjo bujari? Apo konsiderojnë bujari vetëm ajo që është e prekshme dhe që e shohim e materializuar? Prandaj Islami e konsideron bujari çdo mirësi që ti i ja jep dhe ja bën tjetrit. Dhe varësisht nga ndikimi i kësaj mirësie tek njeriu dhe nga ajo që ti ke humbur në të kuptim që ja ke dhënë dikujt, shpërblihet bujaria. Andaj nga njëherë mund të jetë bujaria me kohën më e çmuar se bujaria me parat. Për këtë vjet dietarët islam sikur si Ibn Qayyim rahimullah përmend 10 lloje të bujarisë. 10 lloje të bujarisë.
A do në mjaftë klati për mëndë që dhe kalim si disa për këtyre hoqë? Janë të shumta, por bujaria më e madhe është bujaria me shpirt. Që njeriu shpirtin e tij ta jap për Zotin. Të jetë bujar, mos të dhimbë se shpirti për Zotin. Çdo gjë që Allahu e kërkon, i përgjigjet, edhe pse ndoshta nefsi i tij, egoja e tij, brendia e tij kërkon diçka tjetër. Po jo, ka se këtë po e kërkon Zoti, po japëm Zotit. Po japëm për parësi Allahut para vetes tonë. Kjo është kulmi i bujarisë. Kjo është kulmi i bujarisë. Pastaj kemi bujari me dije, me ilm. Bujaria me dije, që dikush mos të kopras me dije. Nganjëherë dikush më do psa ka kopras me dije. Ka shumë sot profesorë për shembull nuk e tregojnë tërë dijen që kanë se friksohen se mos po i bëjnë zot konkurrent. Po, sa këndodh që dikush për shembull në fabrikë nuk e mëson zanatin mirë, atij që me ka 9 ten kujdeset ti nga se ka frikë se e merr zanatin që duhet, pastaj e çip dyqanin vetë konkurrent mua. Nuk e jap gjithë. Nuk ta mësojnë të tërën. A dihet, ata që shkojnë me dikon të vjedh, se nuk të jap të tërën, duhet me vjedh. Po më mësojnë cilësimë të keqe, përveç se s'është bujar me të bëdhe hajdu do. Normal. Andaj dua të them që bujaria me dije është më e madhe se bujaria me para, me të holla. Nga sa që të mësën një të mirë, ai të ka bërë me të holla sa t'je gjallë. Në sa që të kalon një herë të kalon. Ka mundësi me ato je mashtuar ke bo keq. Mos kishin gjetur para, s'e mund të marrën haram. Vërtet. Prandaj dituria është e qëndron. Bujaria me dituri. Dituria me bujaria me kohë. Ka ti për shembull dikush e ka një breng, e ka një telash. Dhe ka nevojë që të rrëfeje ty. A ti fal kohën. A ti fal kohën tënde, se ti atë ku e shpenzon. Ti të duhet kohën shumë për t'ia fal kohën. Njerëzit nuk e vlerësojnë këtë kohë që ta marrin. Wallahi ma tepër të ishte mirë njohës, se po t'jap është 1000 euro, se që ke ndarë 1 orë nga koha jote që muar. Po 1 orë, wallahi, nejta pas nuk pa çfarë më thon. Ka pas bëll që ka pas me të dëgju. Ka ndarë nga koha e tij e çmuar, ka pas po se si për shkak njerëz që janë të zënë shumë. Pastaj gjysmore është e madhe. A gjysmore nuk ka ku ta humbaj, spaku ta gjysmore lyp diku gjatë 24 orë, merret me familjen e vet. Do të çat kohën e familjes e ka ndarë me ty. A nuk është kjo më e çmuar se Allahu e di sa para më don? Po ne nuk e çmojmë këtë. Dhe kjo nuk bën pjesë në fjalorin e tyre të bujarisë. Absolutisht. Koha kanë kohë sa dush, kohë do sa dush. Para nuk kam se kohë kam sa dush. Kjo është fatkeqësia e të menduarit njerëzit të kësaj kohe. Pa bujaria është me kohë. E pastaj mund vije bujaria me para. Pastaj vije me para. E pasaj bujaria me autoritet, ka autoritet, por e shpenzon, nuk i dhimbë se autoriteti që të të tjerë. Edhe kjo është autoritet. Edhe kjo, dikur a ki mund t'i flasësh filonit, po i them, po duhet ta dish se unë shpenzoj nga kredia ime që kam te filoni për ty. Edhe kjo është shpenzim, edhe kjo bujari. Se ndoshta i kam fol 2 herë 3 herë, tash krediti është zbogluar, nuk mund t'i flas ndoshta për vetëm time pastaj. Se kam shpenzuar këtë kredit për ty. Njerëz që nuk e çmojnë. Edhe kjo është bujari. Me autoritetin e njeriut. E llojet e tjera shumë të bujarisë, që të gjitha këto e formulojnë konceptin e bujarisë në Islam, se është gjithë përfshirës, e nuk është i kufizuar në ngulfatër në ato dimensionet që i përmendëm më herët. E vërtetë unë duke dëgjuar të hoç më vjen ndërmend shumë prej shprehjeve qoftë shoqërisë ku kam jetuar, të familjes, më thonë që ne ka pas rrethuar që thoshin respekti është reciprok, ai sa të bëjmë thonë dhe mos u bëjmë më naiv më tepër se ç'duhej, por se elhamdulillah që të paktën duke qartësuar të koncepte, qartësohet dhe bujaria vërtet në Islam. Pyetja që do të bëja hoç, çfarë pozite ka bujaria në Islam? Bujaria në Islam, çfarë pozite ka? Me gjithë qartësime që e çlove nga skllavëria e sotshme. Bujaria në Islam, vëllai dashur, është reflektim i domosdoshëm i besimit në Zotin që kemi. Bujaria në Islam është reflektim i domosdoshëm i pasimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bujaria në Islam është reflektim i domosdoshëm i kërkesës tonë për të futur në xhenet. Bujaria është ndërlidhur me gjitha këto. Është ndërlidhur me kërkesën tonë të vazhdueshme që shpëtojmë nga zori i xhenemit. Gjitha këto janë ndërlidhura. Shikoj çka thotë një nga ditët e selefit. Thotë namazi të mundson që të udhëtosh drejt Allahut. Agjërimi të afron tek dera e Allahut, ndërsa bujaria të fut tek ai. Subhanallahu. Shikoj? Andaj është ndërlidhur, është pjesë përbërëse e udhëtimit tonë që na shpjet tek Allahu xhallahu ala.
Me namaz u thon ka Zoti. Pa namaz nuk mund të arrish askund. Namazi është mjeti që çon tek Zoti. Agjërimi ta afron tek dera e tij. Nëse bujaria ti ja plehet futesh mbrana. Bujaria të forcon që të futesh mbrana. Ke për çfarë të futesh mbrana? Andaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam ishte bujar. Andaj nuk duhet që edhe këtu e kam një vërejtje që domosdoshmë duhet ta themi. Fatkeqësisht sot njerëzit mendojnë se pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është në aspektin e jashtëm, sikur din ti vëllëndëruar, vazhdimisht kemi bërë vërejtje të tilla. Mendojnë se pasimi i pejgamberit është që të falet sikur është falaj. Po në rregull, kjo është pasim, por është tani ky pasimi i pejgamberit është ndoshta që në pamjen e jashtme të duket sikur që na ka pyetur dërguar se anë kjo mirë. Mirë, po a ka diç mbi kët pasim? A ka diç anash ti pasimi? Apo kjo është i tërë? Fatkeqësisht sot për shembull gjej njerëz që mjaftohen me disa aspekte të jashtëm të bujarisë të pasimit pejgamberit, ndërsa bujaria nuk ka vend tek ata. I dërguari sallallahu alaihi wasallam. Shtëpia e tij është e hapur për mysafir vazhdimisht. Ne mund të pyesim vëllezërin tonë musliman, kur herën e fundit ke gostit dikë drejt? Kur ke pas mysafir në Rom? Kur herën e mramët? Kur ka qenë hera e fundit? Apo që ti ke bledh dhurat një vëllaut musliman? Kur? Kur ka qenë hera e fundit? Kur ti ke ndonë nga koha jote dhe i ke kushtu rëndësinë i përrimit një vëllaut musliman? Kur? Kur ka qenë hera e fundit? Kur ti ke mësu dikujt diç? Kur? Apo këto s'janë pjesë përbërëse? Tërkuari sa më këtë dinë hapur vazhdimisht, njerëzit vinin çdo ditë, çdo natë, derisa Allahu azza wa jall u akurzoi kur të futen tek shtëpia e tij. Nuk pat i dërguarit tërprohet të njerëzit mos hajteni. Jo, sigurisht se kemi sikë turpi. Ai ishte i hapur. Ai ishte bujar. Turpi i tij ishte i lidhur me bujarinë e tij. Andaj Allahu tha për të dërguarin e tij se i dërguari tërprohet, por Allahu nuk thon nga vërteta. Apo kur të përfundoni ushqimin tek i dërguari Hasni. Ka si dërguari nga bujaria e tij që kishte sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit kishin ndëshim me ta, dhe ai u hipte ku, atë që kërkojnë ata. Por kjo është në llogarit punë të tjera. Andaj Allahu i urdhënoi që të largohen mendjen nga shtëpia e tij, mos ta ngushtojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj sikur se dim, edhe vizita i ka kuart e veta, 3 kura nuk vizitohet njëri. Apo vërtet. Pastaj pse kjo? Nga se mund të dikush bujar edhe nuk mund mindon njerëzit ato. Prandaj bujaria në Islam është ndëlidhur me gjitha adhurimet e tjera. Me gjitha adhurimet e tjera. Nga se namazi është bujari. Ndaj nga koha ime dhe jam bujar ndaj Zotit tim, unë jam bujar ndaj vetes time, para se tim ndaj Zotit tim. Jam bujar ndaj vetes time, nga si ja duhet të më mirën, apo dhe ndaj nga kjo kohë që ti bëj mirë vetes time. Dhe kjo është bujari. Agjërimi është bujari. Haxhi është bujari. Sadakaja është bujari. Gjitha këto janë bujari. Atë bujaria është e ndëlidhur me të gjitha adhurimet në Islam. Është pjesë përbërëse e tyre. Dhe ka pozitë padyshim të larta. Për të thënë që një nga emrat e Allahut është El Kerim, që është bujar. Por ne kemi obligim që të përfitojmë nga emrat e Allahut, ashtu për atë se na kemi mundësi, nga se bujaria e Allahut është e pakufishme. Këtë njerëzit të gjithë njerëzit përfitojnë nga bujaria e Allahut dhe ai nuk shtiret kurrë, madje nuk paksohet kurrë. Për këtë arsye edhe dietar kanë thënë se çdo njeri që është bujar apo që jap shumë, bujaria e tij është nga bujaria e Allahut. Sa është e tij kjo? Allah ka dhënë nga bujaria e tij, ka dhënë këtij. Sa është bujaria e Allahut? Andaj ne duhet të përfitojmë nga ky emër i Allahut, të përfitojmë nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam që ishte shumë bujar. Nga gratë e pejgamberit nëna tonë ishin shumë bujara. Aisha radhiyallahu anha kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cili është adhurimi i saj kryesor? Ajo humbi shumë. Ajo humbi të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. Beti e re 18 vjeçare ka qenë Aisha kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Par një grua që e kishte ndaluar të martohet me dikën tjetër, ishte nëna besimtare, kishte përgjegjësinë për hapjes dijes. Baba i saj vdiqë Abu Bekri. Kspro. Me çfarë ajo e ngushton të vetën gjatë tërë kohës? Ajo ka jetuar edhe afër diku 40 vite mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje më tepër 40 vite. Para 40 vite ka jetuar pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me çka ka mbushur atë kohë
që mbushte me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, vështirë ka qenë pa të. Me 2 adhurime. Me agjerim dhe me sadaka. Agjeron të shumë Aisha radhiyallahu anha dhe ishte shumë bujare. Shumë ishte bujare. Aja ka qenë gjithmonë normalisht. Adhurimet e tjera ka pas tekstuara, falë gjatë, lexonte Kur'an gjatë, po subhanallahu. Bujaria ishte deqtet e theksuar. Saqë ajo njëra nga gratë që i shërbenin Aishës dhe ishin shoqëri me të, thot një ditë i erdhi një qese dhuratë. Ka dërguar një ashab i pasur, një Omeri radhiyallahu anhu ndihmonte shpeshherë. Thot një qese do thotë dhuratë me domthonë të holla. Ai tha, shpërndaj këtij. Tha ku e iftarit? Tha sill iftar, tha nuk kemi çfarë të hajmë. Tha, po ti nëse nuk leti asgjë. Tha pse nuk më kujtove kështu në spakun një dinar sot kështu ngrënë mish. Kam harru. Shikoj ka harru vetë nëse nga bujaria e madhe. Prandaj kjo është pozita e bujarisë në Islam. Kjo është pozita e këtyre njerëzve që ishin bujar, që ne kemi obligim të pasojmë këta. Ku është bujaria? Ku është bujaria e muslimanëve? Vallahi subhanallahu te flas, bujari në rrafshin ndoshta e ndërsjell me vetes. Dhe kjo duhet të jetë. Por sot njëri për shembull nuk është bujar ndaj vetes së tij që të bleni libër për Islam. Që atij duhet ta paguajë një projekt Islam me atë sa ka mundësi. Absolutisht nuk e gjen këtë bujari. Fatkeqësisht ka humbur. Për shkak se nuk është kuptuar edhe Islami drejt. Prandaj bujaria është vështirë të thuash e ka këtë pozitë. Nga se është ndërlidhur me gjitha adhurimet, besimtar nuk paramendohet kopras. Nuk paramendohet kopras. S'mund të jetë. S'mund të jetë kopras. Nuk mund të jetë. Meqenëse kur kemi parasysh, domthonë këtë vlerë të madhe të bujarisë, dhe kur kemi parasysh motivin e bujarisë tek besimtari. Me shembullin e nënës tonë besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, Allahu qoftë kënaqur me të hoxh, automatikisht them mi ke fshir 2 pyetje. Po që pse unë do të mundohem me thënë sepse kjo është realiteti jon, a mund konsiderohet bujaria e tepërt naivitet, edhe si do të sillemi ne me ata që konsiderojnë bujarinë si topsi. Por edhe pse thash me këtë shembull ne hedh poshtë të pyetjet, por shpresojmë që sa të pak të marrim një përgjigje për këto 2 pyetje inshallah. Për shërime të shtuar. Me lein Allah, por shkëputemi pjesën e parë dhe kthehemi në pjesën e dytë për të vazhduar me këto pyetje të tjera. Të nderuar miq, shkëputemi pjesën e parë të bisedës sonë që flasin sot për bujarinë. Me bujarinë e madhe të nënës besimtarëve Aishës, Allahu qoftë kënaqur me të, do dalim për të pyetur si është koncepti ke besimtarët për bujarinë dhe kthehemi në studio të vazhduar bisedën tonë për bujarinë. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Si e konceptoni bujarinë në Islam? Bujaria në Islam, bujaria në përgjithësi është diçka që t'i japësh, po mos pretendosh kthimin mbrapa të asaj. Kjo mendojnë që është bujaria dhe t'i japësh duke mos menduar se shif se më ngeli diçka mangut. Jep. Kjo është bujaria. T'i japësh duke pas shumë edhe duke dhënë diçka që të ka tepru, kjo nuk është bujari. Bujari t'i japësh ai sa tjetri ka nevojë në kohën që ti mbas mund ngelesh dhe pa gjë fare, domethënë. Kjo është bujaria. Kjo është dallimi ndërmjet bujarisë dhe të dhënit tuha ose bujarisë dhe të dhënit kur ti e ndjen. Jo, bujaria për mendimin tim ka për qëllim që njeriu i jep dikujt ai sa i duhet, pa menduar domethënë që ka apo s'ka për veten e vet ose çfarë do t'i ngelet mbasi t'i japi këtit. A është bujaria vetëm në anë materiale? Jo, fjala bujaria është shumë e gjerë, qoftë nga ana materiale, qoftë nga ana e të qenurit me dikë, qoftë nga falja, nëse dikush ka bërë diçka, ti tregosh bujar duke fshit, duke bërë në mënyrë tillë marrëdhënien sikur s'ka ndodhur ndonjëherë kjo gjë, edhe ne vazhdojmë prapë përsëri. Po çka se pati diçka, një atër mbetje ose një qef mbetje domethënë, bujaria mendojmë kjo është më shumë se sa materiale, domethënë, është edhe bujaria të qenurit i gjerë. Po pse duhet jemi bujar? Sepse në radhë parë Zoti me ne është bujar. Minimumi domethënë sikur mos bëjmë dhe ne domethënë mundohemi që të sillemi me njerëzit ashtu siç Zoti sillet me ne. Se siç thuhet, siç na thuhet shpesh edhe në xhami që jini bujar dhe jini të mëshirshëm me këto që janë tokë, që Zoti t'ju mëshirojë të jetë bujar ditën që do kemi minimumi. Shpresojmë tek Zoti përpara Zotit që ditën që do na bëhen llogarit Allahu të jetë bujar me ne, domethënë siç ne u mundum që të ishim bujar me njerëzit në këtë dynjë, domethënë. Kjo është
mendoj arsye pse ne duhet jemi bujar. Allah shpërblet. Allah të nderoft, Allah shpërblet. Selam aleikum. Bujaria është pjesë e moralit, të cilën Allahu na ka urdhëruar që ta perfeksionojmë edhe nëpërmjet shembullit të pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Bujaria është ajo që i buron besimtarit nga zemra dhe duhet përfshi të gjithë njerëzimin, duke nisur që nga familja e tij të afërm, të dashurët e tij, muslimanët dhe normalisht jo vetëm ata, por edhe të gjithë njerëzit. Pra, bujaria duhet të jetë ajo që i buron nga zemra dhe duhet të sjellë mirësi tek gjithë njerëzimit dhe cilët ata njeriu e rrethojnë. Në rastin tonë, bujaria mund të shprehet në shumë mënyra, pra që nga fjala e mirë, që nga përshëndetja, që nga mundësia e ndihmës së tjetrit, qoftë ajo me mbështetjen e tij që mund t'japi materiale, apo në çdo formë tjetër cilat atij i jepet mundësia për ta shprehur këtë bujari ndaj gjithë personave. A është bujaria vetëm në anën materiale? Siç e theksova, pra bujaria duhet të burojë nga ajo e cila është burimi i gjithë vlerave të mira, që janë pra perfeksionimi i moralit. Pra në rast se shprehemi që bujaria është pjesë e moralit të një besimtari, është pjesë e një muslimani të mirë, normalisht pra që bujaria nuk është vetëm një formë materiale e cila mund të shprehet. Bujari mund ta shikojë një person edhe në pjesët e tjera, siç është thjesht përshëndetja e një personit, ngushëllimi në rastet të cilat mund të jenë në rast të ngushtisë të një personi apo të një fatkeqësisë, dhe gjithashtu edhe në çdo rast tjetër që ai ka një mundësi. Pse duhet jemi bujar? Në radhë parë, njeriu e kupton bujarin edhe nga ajo që ai ka përfituar nga Allahu në mënyrë të pa tjetërsueshme. Pra, sot çdo besimtar mjafton të hulumtojë në veten e tij se sa Zoti pra i ka dhëruar atij në trupin e tij, në shëndetin e tij, në gjithë këto kafsh apo njerëz apo diçka që sot është në shërbimin e një personi, ai mund ta dallojë pra që bujaria e Allahut ndaj tij është e pakushtëzuar. Kjo normalisht pra është në të njëjtën formë e detyrueshme apo obligueshme për njeriu që ta përçojë tek njerëzit e tjerë, sepse edhe siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duhet të mëshirojmë atë që është në tokë në mënyrë që të mëshiroj pra Allahu që është mbi qiell. Pra në këtë mënyrë ne duhet ta kuptojmë që bujaria është gjithmonë një pjesë e shumë e rëndësishme e moralit të personit dhe është një nga rrugët më kryesore apo më mirë më të efektshme që besimtarin e afrojnë me xhenetin e Allahut Madhërisht. Atëherë, në Islam bujari do të thotë të jesh bujar, që do të thotë të jesh e kundërta e mos bujarit. Njeriu duhet bëj për të afërmit e tij, për vëllezërit e tij, me aq sa ka mundësi, inshallah mos të jetë dorë shtrënguar, jo vetëm kur ai ka nevojë, kur një person mund të jetë në hall, po duhet të jetë bujar në çdo çast, në çdo kohë. Pasi dhe që Allahu i don bujarët, i don ata që tregojnë bujar me të tjerët, që ndihmojnë me aq sa kanë mundësi, tregojnë bujar jo vetëm në rastet veçanta, por sa herë që i del mundësia, në fjalë Allahu ka premtuar shpërblim për këta njerëz. A është bujaria vetëm në anën materiale? Bujaria nuk është vetëm në anë materiale, pasi që njerëzit nuk kanë vetëm nevojë për pasuri, për lek për shembull. Njeriu ka nevojë për buzëqeshje, për mirësjellje, për edukat, për ndihmë jo vetëm materiale, por edhe shpirtërore. Për shembull, Profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë shembulli më i mirë në këtë rast, sepse ai ishte bujar në shumë të rasteve, ishte bujar nga ana shpirtërore e tij dhe me sjelljen e tij ai ka arritur që të udhëzojë në Islam shumë njerëz vetëm prej kësaj bujarie që ai ka pasur, jo nga ana materiale, por nga ana e tij shpirtërore dhe morale. Pse duhet të jemi neve bujar? Ne duhet jemi bujar pasi që kjo është mënyra e vetme se si njerëzit mund të afrohen me njerëzit. Në qoftë se ne mund t'i thonim njerëzve se sa mund ta donim atë, se sa mund të kishim ndjenja të mira për të, po pa ja treguar këtë me vepra, me një buzëqeshje, me një mirësjellje, ose duke mos e ndihmuar atë në ndonjë problem, ose duke mos qenë bujar me atë në përgjithësi, kjo nuk tregon nga ne që ne kemi në një farë ndjenje të mirë për të. Kjo nuk tregon që ne interesohemi për të. Dhe bujaria është dhe shenjë edhe rezultat i dashurisë që ti mund të kesh për vllajën tënd. Edhe kjo është mënyra më e mirë për t'u afruar dhe për të shprehur me të vërtetë që ti interesohesh për një person. Allah ta shpëleft.
Të nderuar miq, jemi kthyer përsëri në studio për vazhduar bisedën tonë për bujarin. Ndërprerë ato dy pyetjet, pse thash rasti në nënës besimtarëve ishte më thënë ja çdo lloj parashikimi të pyetjeve, por prapë unë thash në bazë të kohës në cilën ne jetojmë, a mund konsiderohet sot bujaria tepër të naivitet, siç e dëgjojmë ndonjëherë? Ndëgjoj vëllai, ne kemi në jetën tonë obligime. Në jetë është përplet obligime dhe kemi të drejtat tona. Por para se të për drejtat, duhet të interesojmë për obligime. Çfarë unë kam obligim ndaj ti? Para se të them çfarë ke obligim ndaj meje. Unë jam ti kry obligimet e mia. Andaj ne kemi obligime për shembull ndaj Allahut azza xal. Kemi obligime ndaj prindërve tonë, kemi obligime ndaj familjes tonë, obligime ndaj shoqërisë. Dhe bujaria jon duhet të jetë e koordinuar me obligimet. Nuk duhet të jetë bujaria në konflikt me obligimet. Sa atëra bëhet naivitet. Atëra bëhet e padëshiruar. Sigurisht kemi thënë për turpin. Atë keq përdoret. Për shembull, një njeri nuk e fal namazin, po jam bujar me kohën ndaj tij. Ja, kjo kundërshtim me obligimet. Njëri për shembull harxhon rrugën e tij të tërën, duke paguar për shoqërinë e tij, duke i gëzuar shoqërinë e tij, ndërsa fëmijët e tij nuk kanë këpucë. Kjo obligim të blesh këpucë tyre fillimisht. A kupton? Andaj duhet të them që duhet ta koordinojmë bujarinë me obligimet. Obligimet që kemi. E pastaj kur të sigurojmë obligimet, apo që i kemi, ama po flam për obligimet, s'po për luksin. Kur të sigurojmë obligimet, atëherë duhet që po ngel, patjetër ngel diç nga të hyrat, atëherë ato i koordinojmë me bujarinë që nuk bie ndesh me obligimet. Dhe thash, kjo është e para. E dyta, nuk duhet ta kufizojmë të aspekti material. Se nganjëherë nuk jetë shumë hapësirë që ti më bujar materialisht, por ka hapësirë që ti më bujar, për shembull, me aspekte të tjera. Apo ti më bujar me mikpritjen e mysafirëve. Ti më bujar me këshillimin e tjerë, ti më bujar me këtë. Andaj, nëse s'ki mund të jetë bujar me një aspekt, mund të jetë aspekt tjetër. Me aspekte të tjera. Por një përkufizim i shkurtër si përgjigje pyetjes është se duhet të koordinohet bujaria me obligimet. Dhe ajo pastaj rregullohet pasi që janë kryer obligimet. Atëherë asnjë moment që ke kryer obligimet, s'konsiderohet kurrë më thënë naivitet. Ajo vazhdo të jetë bujari. Po, patjetër. Mund të ke kryer Sa'd obligimet ibn tua. Waqasi radhiyallahu anhu është smur në Mekë. Dhe kishte një përshtypje se do të vdeste. I dërguari asaj ishte gjallë, dhe tha dërguari Allahut, unë kam mundësi që të vdesem, me vërtet ishte shumë i smur. Por ja Allah xhallahu i dha jetoj edhe pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por kishte përshtypje se do të vdeste. Dhe tha, tër pasurinë pelo, unë sadaka. Tha dërguari jo. Nga se tha ti braktesë, ti lësh fëmijët e tu, apo të pavarur për njerëzve është më e mirë se sa ti lash e të tërkosin dy të njerëzve. Nëse kanë diket pasurinë të tërkujt, fëmijët tu çfarë bëjnë? Të kërkojnë lëmosh. Andaj tha, thuluthu wa thuluthu kathir. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi mëshirës, tha 1/3 dhe kjo është shumë, por kjo është maksimumi që mund të lësh testament. Pjesa mbetur mbet trashëgimtarët, ata kanë hak. Që ti e shpërndon të testamentin të gjithëve, e haku i trashëgimtarëve ku mbetet? Ai po cënohet ai hak. Andaj nuk duhet bëhet të bien në konflikt me obligimet. Ne kemi obligim ndaj trashëgimtarëve tonë, u sigurojmë aty në këtë. E aq që ngelet, ta jetë 1/3 është ajo që ngelet. Qase për kaq ka lënë hise, ka dhënë leje dërguari sallallahu alaihi wasallam, andaj ajo është përndohet pa problem. Sallallahu alaihi wasallam. Mirë, është pyetja e dytë ishte më thënë si duhet të sillemi me ata që konsiderojnë bujarin si dobësi. Unë kam kryer obligimet dhe vazhdoj të jem bujar. E konsideroj dobësi më thënë bujarin tim. Me këtë si duhet të sillemi? Vazhdojmë me bujarin apo jo? Ne, domethënë, përsi duhet t'i kthemi kuptimit të bujarisë, gjithmonë. Thash, bujaria nuk është vetëm aspekt material, por ka edhe aspekt tjera. Dhe nganjëherë bujaria nuk është vetëm dhënje, por bujaria është edhe privimi. Ta privosh dikë nga diç, i e bujar ndaj tij. Apo, nga se i ka dhënë diç. Si e ka dhënë atë që e kërkon, po diç i ka dhënë. Prandaj nëse për shembull nganjëherë dhënia materiale dedikuar ndokujt për njerëzve e dëmton. Për shembull, e kemi një vëllai tek shtëpia. Dhe është vëllai i ri.
është mësuar që vëllezërit e tij që janë jashtë ta mbajnë. Gjithmonë ta mbajnë. Tash ajo po e dëmton. Ka sa i përshon një parazit në një destruktiv të shoqërisë. Apo e tash për një moment ne nuk dojmë të japim. Ne nuk dojmë të japim para, por dëshirojmë të japim diçka tjetër, në përsi me bujor. Ashtu ja kemi dhënë mësimin e jetës, apo ja kemi dhënë edukatën. Po, ja kemi dhënë vetdijen, ja kemi dhënë përgjegjësinë që e ka fillimisht ndaj vetes dhe familjes së tij. Pra nganjëra mosdhënia është bujari. Dhënia mund të jetë dëmtim dhe mund të jetë shpërdorim. Qase nuk duhet njëri me on pa mos. Qase me kuptu kujt po jap. Nganjëherë për shembull, diku që shizon për hajër, për dobi, e për mirësi. Ti sonë që ti japësh, ai din të menaxhon. I çon hajër, edhe ty të vjen sevapi, por edhe më ti bën mirë. Po. Ka dikush më thon dikujt më thon për shembull. Tash para na për shembull një njeriu që është do të na ruaj që është i varfër dhe nuk ka aftësi për të menaxhuar me të hyrat. Është lakmiqari i madh. Dhe ja japon 500 euro. Ndihmë që të blen miell, tash dimit të blen dru, të veshmbath familjen e tij, mjaftueshme janë inshallah për një kohë caktuar. Ai çfarë bën me 500 euro shkon lakmon të ketë një iPhone 5. Dhe e blen. Ne kemi dëmtuar. Po. Kjo bën një këtë rast ose dëmshëm nuk bën. Atëra ti nuk japën para, po çfarë bën? Shkojnë vet blen dhe u japim tjerë. Bujaria duhet të jetë e mirë me menaxhuar, nëse mund të jetë dëmshme. Nuk duhet që të na kapë unë ja dhash atij, nuk qyra çfarë po japi, ka dal. Nuk do të jetë se po ka raste kur sefi ka futur dorën në xhep dhe ka dhënë. Ka një shumë ka unë për atë që po të japi është pak. Apo në bazë të vendit dhe njeriu do të duke kontrolluar menaxhuar situatën e bujarisë. Për ndryshim për shembull, dallon ka njëri që ka shumë musafir. Ka njëri që ka shumë obligime. Është autoritativ, është njëri që njerëzit bëjnë masti, atë padyshim se këtu nuk duhet shikuar shumë sa pa harxhon kë. Apo sa i duan atij. Ti sot është ja për shkak që inshallah ky që qen hajr. Ama dikush që sikon obligime si duhet, dikush që e dëmton dhënia, nga se shuzon haram, ti duhet ja mos, nga ne mos t'i japim. Prandaj edhe bujaria kërkon një mendje presie. Edhe bujaria kërkon një farë menaxhimi të mirë. Edhe bujaria kërkon një farë vedije. Jo vetëm unë kam përshim sevapin, unë mora sevapin çka nuk bën kështu. Nuk bën kështu. Ai me kon njëri i kujdesshëm. Miroç. Llojit e bujarisë sot. Kur quhet bujari? E falem pak më herët tash për bujarinë, domethënë se janë shumë lloje. Po. Janë shumë mirë që ka nuk kam përshim në llojeve, më thënë që ne thamë lloje me dijen me këto ja. Jo, kur quhet bujari e vërtetë, sepse ne e vërtet qartësum ke konceptin, më thënë i borxhit dhe i asaj. Po i bujari, më thënë kur vërtet, më thënë po, bujari është kur dikujt i bëj mirë dhe i harruajm dinjitetin. Bujari është kur dikujt i bëj mirë dhe i harruajm turpin. Bujari është kur dikujt i bëj mirë dhe i harruajm karakterin njerëzor. Se ka dikush i ndihmon dikujt, por i harron, ja shkatërron dinjitetin. Më thënë, kjo është ja shkatërron turpin. Qase e detyron njeriu që të lypet, ai e hub morën nga kërkimi. A çfarë kemi bën nëse dikujt japim thonë, "Çe merri na ke lodh." Për shembull, andaj selefi përpara e kanë konsideruar shkallë të lartë të bujarisë që të japësh dikujt para se ai të ketë nevojë të kërkon. Kjo është niveli më i lartë. Më lartë të bujarisë. Po. Nga se kanë konsideruar se nëse vllau yt musliman ka ardhur në atë shkallë që ka nevojë me të kërku ty, atëherë kjo është bujari. Kjo është obligim që po e kryen ndaj Allahut, s'kam çfarë pa ndihmu. Po nëse kam dhe ai ka nevojë, kam obligim. Ama kjo është në situatë caktuara. Se një ditë të keq përdoren. Po për shembull vëllezër që duan mes veti për hir të Allahut, kanë raporte të mira, një xhamat që është i konsoliduar, i edukuar si duhet, e kupton drejt këtë çështje, nuk duhet që ne ta bëjmë një vëlla musliman mesin ton. Apo ta bëjmë deri në shkollë që ai thotë, "Më falni vëllezër, po me të vërtetë nga koha e gjatë që nuk jam duke punuar, jam në gjendje të keqe, akoma të më ndihmu." Kjo është rënd për neve. Si na kemi lejuar si një vëlla të turprohet, që të ngushtohet na thotë ku jemi ne? Ku jemi ne që të interesojmë për gjendje ekonomike, ku jemi ne me ditë hallën e tina? Ne do të paraprim me dhënje, para se ta bëjmë atë në nivel që në të shkollë që atë kërkon për neve. Andaj
Kjo është më e larta, kjo është më e mira. E dyta është që po, ti përgjigjemi kur dikush kërkon. Ti përgjigjemi kur dikush kërkon dhe gjithashtu nga bujaria është ta konsiderojmë se ai që po kërkon na ka bë mirë, më tepër se që ne atij kemi bë mirë. Kjo është bujari. Kjo është kuptimi i bujari. Pse? Nga se ka ardhur një musafir tek Fudhal ibn Iyad rahimahullah, edhe ka ngrën, ka pir, ka flajt, ka pushuar më gjithë kur më shkon Allahu shpërblev, Allahu të ndërmë ke nderuar me të vërtetë, ke prit mirë. Sa Allahu shpërblev ty. Thosë nga se ti ke ngrën riskun tonë, ke pia që Allah ta ka dhënë kone jotja. Aty Allah ta ka dhënë ty, më ka dhënë mua të japon ty. Thosë ne ha riskun tonë. Musafiri që han bukun nuk kanë tënën. Aja është ti, ja ka caktuar Allahu më përpara, ti ke fituar dikun që t'ia për shti. Kur asgjë më tepër. Andaj ti e ke të rizkak o të rekte lënë al-ajr. Ti e ke marrë riskun tonë që ke pas më hungur, ku do qoftë se kishe hungur. Po neve ne e kemi shpëlimin. Allah shpëlef ty. Po Allah që ka ardhur. Nëse një ditë ka turkit njëri tek shtëpia e njërit për njerëzve të devotshëm dhe ka kërkuar limosh. Por ka qenë më vetë nevojtar. Ja dikos se sot ta që kërkojnë, s'po flas për njerëz të rrugëve, por njëri nevojtar ka qenë. Qase përpara më njerëz kanë udhëtuar me deve dhe ka zë rruga gjithkund. Ka pas mos është plaçki dikush shketin, ka mbet me të vërtet pa asgjë. Dhe është detyruar nga ne me kërku diç, andaj edhe nga kategoritë që e meriton zaqat është Ibn Sabil, udhëtari. Ka si jetë rrugë, ai mund të jetë shtëpinë e tij me para, por si ti merr? Nuk ka pas përpara për shembull kartela të bankës e kredit, çka pas? Ai shtëpinë e tij ka pas bagtie, bujqësie, gjithë zhvilluara, por rrugën ka mbes ka pas ka fshat me hunger. Te katërkit dini njeriu. Në hall ka në kimun si të më ndihmar dhe a i ka ndihmuar me një qese me për shumë dinar të arit e kështë më radhë, Allah është problemet. Ty Allah është problemet. Ti ke pas spia shumë kështë me tërkit. Zjodhe mua Allah është problemet, ke zjodhe mua me fitu. Kësë unë ka fituar këtu, kjo është për zjedhje. A dhe kjo është kuptimi i njëri bujar. Nuk është bujar ai që ndihmon dikujt dhe pastaj për shembull kur dikush nuk ja kthen mirë, nuk e falëndron, nuk është më njerëz nuk di pse ndihmova këtij s'do. Ja, absolutisht. Wallahi kemi takuar njerëz që kemi lezuar për ta. Po kemi takuar njerëz që kishin bërë vepra wallahi të mëdha dhe i kishin harruar. Subhanallah. Wallahi, domon si të them, edhe dietari edhe bamirësi i madh i domon ai që ishte domethën drejtori dhe kryetari i dy haremeve për mbikëqyrje Sheh Salih Hussein rahimullah që vdeq pas të kazuar shiroft. Subhanallah, pak na ka rënë me taku, nëse një herë apo dy herë, e më tepër kemi dëgjuar për të. Por na ka rënë që subhanallah ai njeri në punën ku ka qenë, të rruga e tij ka qenë për fukara. Kur se ka pa rrugën e vet. Ka shkuar tek njerëzit pa fare. Se ka marrë një rrugën, pastaj të thotë një çunën po t'i dhau. Ja, absolutisht. Me një herë, ka të shpëndon atij, as nuk duhet me pa kujt po i ndihmoj. Ka pas njerëz përgjegjës që janë interesuar që padyshim të shkojnë njerëz të merituar. As nuk duhet të shën, nuk duhet që dikush të ngushtohet para meje që unë kam, nuk duhet të di kush. Prandaj rruga ti ka qenë nuk e madhe valla. Ka sa ka qenë në pozitë të kryeministrit. Ka ndodhur dikush i ka ardhur në vizit, i ka thënë Allahu të shpërbleft, ne e ka ndërtuar një shkollë për nxënës, vallahi kam harru. Nuk di, nuk mbaj mes, subhanallah, nuk mbaj mes se ka ndërtuar shkollë. Nga shumë e madhe bujaria që ka pasur. Bujaria e madhe. Ai ndihmon dhe ka Allah. Te Allah për pastaj. Harron kujt i ka bë mirë këto. Harron, kjo është bujaria që ne kërkojmë. Jo bujaria që të ngul fat, që të kuq. Jo bujaria që subhanallah, bujaria. Slavëruar. Po që të slavran, jo kësaj bujaria. Bujaria për të Allahut. E bën për të Allahut. Nuk bëhet për të Allahut mos e bë fare Allah, më mirë. Njëri nga subhanallah për rastet shumë të bujarisë që duhet të jenë të shoqëruara me një të mirë, që të bëhet për Allahun ose mos bëhet fare. Thuhet për një nga selefi se ka qenë disa herë i ka rastis që të hanë bukë me një vend. Dhe afërtit një zakonisht. Dhe për 50 me radhë, ky nuk përfton me hungër me të. Absolutisht, s'po thot eja me mua. Ai po ai në ton, ky s'po jap me hungër. Mas 50 pa efta po. Vllai dashur, kjo është e jotja. Dhe çudit, domethënë ishte nevojtar,
E tha, pse nuk më ndonë para 5 ditëve, po tash më ndonë, nga se nuk pata njetë. Nuk e kisha njetin e qartë. Për çka po ta dho? Nëse s'ta dho për Allah, më mirë ha vetë se me ta jap ty. A kupton? Unë kam llogari veç për Allah me ta jap. Për ti diçka s'kam llogari, më mirë vetë ha. A kur ai për Allah kam llogari edhe ato që kam me ta dho. Ka se paguhet shtrejt. Andaj njëri bujor lidh marrëveshje kontroll me Allahun azza xal. Edhe sa adin që si ke dhënë këti, wallahi nuk i ke dhënë nga jotja. I ke dhënë nga ajo që ti, apo. Por pse ke qenë bujor, me nda nga ajo që ty të ka dhënë Zoti xhel xhelalu, për t'ia dhënë vllaut tën, Allahu shpërblen. Ka ndërruar Zoti i Madh. Ka ndërruar Zoti i Madh. Allah ndroftohet. Edhe ty Zoti shpërblen. Edhe fundi i këtij emisioni deri fundi. Shpresoj të kemi dhënë çelsin e drejt konceptit të bujarisë dhe secili të futet në detin e madh të bujarisë islame, më thonë që me gjithë kufizimet pak të largojmë nga kufizimet e sllavarimit që kemi sot. Shpresojmë Allah shpërblet të ty Zoti të nderoft. Amin dhe juve. Nderuar miq, nderuar vëllezër, edhe sot e përfundojmë duke shpresuar të kemi përfituar çelsin e konceptit të drejtë të bujarisë për të futur në detin e madh të konceptit të drejtë që kishte bujaria me shembujt, sidomos shembujt e fundit, të cilët i kishin bërë të mirat dhe i kishin harruar. Qofshin kujdesin e Zotit. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.